Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit, furnizuesit, udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet për shëndetet dhe duat tona më të mira, më të sinqerta, janë për zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu Teala, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, si dhe lutjet tona janë për gjithë ata të cilët e pasojnë fjalën e Zotit tyne dhe gjithësisë Allahu Teala dhe e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër, njeriu është me emocione. Dhe emocionet e tija I manifeston nëherë në mimikër e tij, nëherë me gjymtyrt e tij. Njeriu din të gëzohet, din të mërzitet, por din edhe të hidhrohet. Dhe reagimet e gjendjes së brendshme të tij shpirtërore shihen tek njeriu edhe në pjesën e jashtme të tij. Shohim për shembull kur njeriu është I gëzuar, I buzëqesh fytyra, nuk është I mrolën, është I disponuar me fol, por e shohim edhe kur është I mërzitur, nuk ka buzëqeshje në fytyrën e tij, syti ka të lodhur, apo është I thelluar mendime, ndërsa gjejmë edhe momente kur njëri është I hidhruar dhe nuk e shohim në natyrën e tij, por e shohim krejtësisht të ndrruar. Kur I skuqen syt, I fryhen damarët e qafës, kur shohim se ndoshta I ngritet zëri, sjell me dura me kam dhe bën gjeste të cilat nuk përkojnë me natyrshmërinë e tij tjetërsohet. Dhe këtë gjendje gati se askush prej neve nuk I shpëton gjendjeve të këtilla. Qoftë të gëzimit, mërzis, hidhrimit, kujtimit, që njeriu në jetën e tij përplot brenga probleme, në jetën e tij të shkurt të kësaj bote ku është ardhur për me tregu veten se është rob I denj I Allahut, që të rikthehet dhe të shiqoje bukurinë, xhemalin e tij në ditë gjykimit. Ky njeri shpesh herë bëhet edhe prej e cytjeve të shejtanit, mashtrimeve të tija. Dhe secili prej neve e kem shiju edhe çështjen e hidhrimit, zemrimit, kur zemrohet njëri, qoftë me antarët në shtëpinë e vet, qoftë me shoqërinë e vet, shokët e vet, kolegët e vet, dhe shohim të fleta apo të bëjë gjeste jo të hishme. Në shumicën e rasteve, hidhrimi ynë është, apo ka të bëje me problemet e kësaj bote, ka të bëje me hidhrimet e kësaj bote. Ne dim për çdo send të hidhrohemi, dim nëherë të hidhrohemi në shakate njëri tjetër që ja bëjmë, dim të hidhrohemi me gruan për shkak gjellës se s'ja ka qellu krypës, se ka qellu kohës së duhur kur ne kem pas dëshirë me e ngran atë drejk, dark, mëngjes apo çka di one çfarë na kanë servu dashurit ton. Dim të hidhrohemi me kolegët ton për shkak se nuk kanë ardhur në kohë si duhet, apo për atë shkak tjetër, njeriu shpesh herë e shohim të jetë I hidhrum, I zemrum, me zot të ngritur, apo edhe me sjellje që nuk përkojnë me moralin e mirëfill të muslimanit. Gjendet e tilla përjetonin edhe sahabët në kohë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, që sikur njerëz që janë, sa dhe ata kanë qenë njerëz, edhe pejgambert Allahu Teala kanë qenë njerëz, dhe njeriu reagon si njeri, andaj edhe zemrimi është njerëzore, por me cytje të shejtanit. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ju thoshte sahabëve kur erdhi njëri dhe I tha: "Ausini ya Rasulullah", më këshilloi I dërguari I Allahut. Sahabët shkonin dhe kërkonin këshill. Sot jemi në një kohë shumë të vështirë, subhanallah, kur do ndikën ta këshillon, më një herë të refuzon.
kur do ndikujt të i tregon një çështje të mirë apo të keqe që të largohet prej saj, apo ja tregon një çështje të mirë që të veprojë me të dhe të sheh mirësinë këtë dhe botën tjetër, njerëzit i sheh shumë refuzues, e shpesh herë dinë edhe të jenë lëndues me fjalë dhe vepra të tyre që të lëndojnë, të refuzojnë në mënyrën më të vrashtë, qyre punë tua, s'ki nevojë ti me mshit moment, ti e ki këtë cilësi, e ki atë cilësi, ty të pas ka met mu me më të regu, bla bla bla, dhe është shumë vështirë sot që dikuj t'ja jep një këshill e cila fundi fundit është për të mirën e të këshilluarit e jo këshilluesit. Se ti po i jep një këshill e cila do t'i bënte atij dobi në këtë dhe në botën tjetër, po njerëzit se janë largu prej dhikrit Allahu Teala sot me të madhe, i sheh se nuk e pranojnë lehtë këshillën, e sidomos këshilla e cila ka të bëjë me Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kur ardh ky sahabi dhe i tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini", më këshilloja Rasulullah, pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Mos u zemro, mos u zemro, mos u zemro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në bazë njerëzve i bënte edhe këshillet. Nuk ka këshill, për shembull tash e keni këtë hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe tash më ardhi kush më thon më këshillo, ai bova kjo i but si me laçja, kur s'nervozohet ti më thon mos u nervozo, mos u nervozo, mos u nervozo. Ai kur s'nervozohet vaki. Që me shku veshin me angrej bova kis qetzo, ti me kujtu se që kjo është sunet që ti me i thonë të njëjtin laf. Por në bazë të njeriut e bën të këshillën. Nëse dikush ishte jo i sjellshëm me prindët e tij e këshillonte për mirësjellje. Nëse dikush ishte tamaqar e këshillonte për dordhanie. Nëse dikush ishte i zemruar, shpejt zemrohej, shpejt hidhrohej, e këshillonte që të mos ishte i tillë. Prandaj kur dikush kërkon prej teje këshill, nëse është nxënës, këshillo për rëndësinë e dijes. Nëse është i sprovuar me fukarallëk, këshillo me sabër. Nëse është i smund, nëse është i sprovuar me smuje, nëse është i sprovuar me ndonjë sprov tjetër konform gjendjes ti, duhet që edhe të jetë këshilla e jote. Që të jep këshill e cila do t'ja zbuste gjendjen e tij dhe do ta bënte më të mirë se sa ai në gjendjen në të cilën është para se me kërku këshillën prej teje. Andaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, "La taghdab", mos u zemro. Edhe ne i themi vetes dhe ju, të mos zemrohemi dhe të mos hidhrohemi për çdo sens, se pasojat e saj janë të shumta. Duke u nis nga ngritja e tensionit të gjakut, skuqja e syve, ka mundësi pastaj në tensioni i syve. Para disa ditë lexova në internet, kështu në Arabin Saudite, djali o jedhnu me nonën, ka bërtit, nona prej jedhnimit, qysh djali me mbërtit, tensionin lartë edhe vdiq. Dhe përhapen o gjallartë në ndodhin e cila kishte ndodhë. Ka mundësi që idhrimi të filloje prej gjanave shumë të thjeshta brenda shtëpisë, të ngritën tonet e të përfundoje në mënyrë tragjike. Ka gjasa që për një hidhërimit të thjesht të thyhen gjësendet brenda shtëpisë, apo edhe të thyhet edhe vetë kurora që të vije deri te çkurorizimi, apo edhe të vritet njeriu sikur që i ndodhin kot Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi njeriu dhe tha, "Ja Rasulullah, që ky njeri tha më ka vrarë vllaun." Dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "A është e vërtetë që ja ke vrarë vllaun?" Tha, "Po." "Si ka ndodhur?" Tha, "Ishim tu prej dru." Edhe duke punu, tha, "Unë gatru me të, pastaj më shau, e une e shajta, fillum mi shty fjalt, atëhere godita me sakic në kokën e ti dhe e mbyta." Është tregim me gjatë. Sa veta, sa njerëz i sheh, për shembull, para disa muaj lexova në Shqipëri për shkak të rrugës që ja ka zonë vllaut rrugën, o dal njëri edhe til shumë rrugën, jo, unë s'tal shoj, ti do të marshu rrugën, tu kthy ky në kerd, ku ka pas grunë dhe fëmijët, ai e vret përmas shpinës me allti. Kësi rasta ka, sa dën. Sa dën dëgjojmë neve kësi probleme,
në për shkolla fillore tani ka hy çështja e vrasjes, lëndimeve me thika, me shufrat e hekurit, ku të rinjt për një lavgoje, për një qik, për një majmunlëk, për një laf të thjesht, ndoshta për një shiqim, pse po më këshur shtrand, e pse kështu, pse ashtu në jënë gjende me bo çmës, për me abo qefin shejtanit të mallkum. Andaj porosia Rasulullah s.a.s. është temë e sodit, la taghdab, mos u zemro musliman, mos u hidhro me vllahun tënd, mos u zemro me prindin tënd, mos u zemro me evladin tënd, mos u zemro me gruan tënde, mos u zemro me burrin, mos u zemro me vllahun, mos u zemro me shoqërinë tënde, me kolegun tënd, mos u zemro me muslimanët, edhe nëse janë gabimtar, por le tjehet këshilla mes nesh, ajo e cila do të na largon prej gjendjeve të rënda që e kënaqin e shejtanin, e do të na kthejë në gjendje e cila e kënaq Allahu subhanahu wa taala. Muhamedi alayhi salatu wasalam një ditë i pa dy veta duke u kacafyr ndër me veten me fjalë. Nëse ka kaq shumë pasoja, sa që mund vije edhe deri te vrasja, çkurrizimi, thyrja e sendeve, prishja e miqësive, mos muslimani duhet me shiqu metodat atër si ta shëroj one zemrimin. A ka mundësi njëri me shëru vetin, jo me shku në stop të psikologët? Për arsye se te ne me bon me thonë dikush, valla ti ishe për psikolog, te me shku në spital duhet me marë ndihmë psikologjike të ne i thënë, a budalli e muna, budalli e ti, shko, ti, 700 lafet i thët, me bon me thonë, ka dal, shko, se ka të ti lloj të shizofrenisë, ku njëri nuk mundet me e frenu veten, dhe sillet në plot kuptimin e fjalës, si budall me rrethin e tij. I ke pa disa luajnë futboll, subhanallah, shkon me lujt futboll, kur del prej taktit, ai nuk është më ai që ti e njeh. Po ki çka ka mjek. O aki është i safit parë, mirë, po kur del prej taktit, ai është këtë tjetër kush. Dhe kjo është si rrjedhoj e ndikimit të shejtanit. Dhe precisive të nifakut, munafikut, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha khasa min fajr, që kur të hidhrohet me ty eksplodon, që me lafe të u kanë, don me ta mshu, don me të sjell, don këtë apo atë mënyrë me të hakmar, dhe që ditët njëri se një person të cilin e njihte si të mirë, najhere sprovat shumë të vogla të regojnë ftyrat e vërtetat të njerëzve të ndryshëm. Muhamedi alayhis salam na tregoi se si shërohet zemrimi, se si eliminohet zemrimi prej personalitetit ton, prej vetës ton. Kur i pa dy veta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që i ngritën zanat, u skuqen ftyrat e tyne, e sytë e tyne, dhe ju dolën damart e qafës në mejdan të bërtit, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin na e transmeton Buhariu dhe Muslimi sahihet e tyne, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha fa dhahaba anhu ma yajid, unë e di një laf, unë e di një fjalë, nëse e thot, i shkon ajo çfarë është duke e ndi që tash. Cili është ai laf? Thani ja Rasulullah, tha pejgamberi alayhis salam, law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitan, dhahaba anhu ma yajid. Nëse thu kur ti je nervozum, a'udhu billahi minash shaitan, thuj, a je nervoz? E ke pa vete se fillove tash me e ngrit zonin, fillove me qenë i vrasht me fëmijët e tu, me gruan tënde, ndoshta edhe me prindët e tu, me vëllezrit e tu, me rrethin tënd, kolegët e tu, atëherë thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thuj, kërkoj strehim të Allahu prej shejtanit mallkum. Kërko ndihmën e Allahut me të ndihmu prej shejtanit të mallkum. Dhe tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse e thot kët, i largohet ajo për të cilën ai është hidhru. Apo ka në hadith tjetër të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që nëse i hidhru, je skuq, që i thëjnë mu ka bo 700 gjaki mu ka qu. Qa me bo? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, shejtani është i krijuar prej zjarit, dhe armiki i zjarit është abdesti. Merr abdest. Dhe kjo e ul tensionin. Tjetër,
Tjetër tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam me shujt. Kur ti je nervoz, mshile gojën. Mos e lë shejtanin me ndiku më tepër te ti. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin që e transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij dhe e gjejmë që është në Sahihul Jami me numrin dorë 693. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam idha ghadiba ahadukum falyaskut, kur të zemrohet dikush për juve, le të shuje. Mbylle, mshile gojën më një herë që mos dele ndaj llaft që nesër bëhesh pishman. Zakonisht është një llaft e ne thot kurse më bë pishman pse s'fola, gjatë më bë pishman pse fola. Se kur del llafi prej gojës, ti bëhesh rob i saj. Llafi është rob i yti derisa gjendën në gojën tënde. Kur del prej gojës, ti bëhesh rob i fjalës tënde, qoftë në hidhrim, qoftë në premtim. Ne nuk i masim hiç fjalët çfarë dalin. Dhe pala e kundërt, kur dën me të marrë në llafin tënd, ti fillon më nervozu, jo s'kam dash kështu me thënie se kom pas për një me, jo kom bë hajgare, bla bla bla, masane sa punë të nxjerr një llaf i gojës. Prandaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, le të shukat. Po ashtu një sen tjetër që është prej sunetit me bë kur ti je i hidhur, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam me u qetësu. Nëse jen kam, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ulu. Nëse edhe kur je ul nuk të kalon, shtrinju. Kështu i kishte ndodhur Abu Dharrit radhiyallahu anhu në shokut Resulullah sallallahu alaihi wasallam, një herë që kishte ardhur njëri dhe ja kishte thy disa enë me të cilat ai donte me ujit baçën e tij, aq shumë u nervozu Abu Dharri, me po çfarë veproi? Na më ka çka them, po hundbër ja kisha thy. E kisha prish me dajakbe, si qenin e kisha ngre zhak rrugëve ata ne. E kisha bo kështu apo ashtu ma pas bo mu. Apo ne me një herë, bile na një herë dikush ku të kalzën, që ka i ka ndodhe ati, na nervozohemi kënet, qysh be mu s'ka ndodhe, munet më vjen be, këtu ne nervozohet për ata ne. Qash në është bo normale, mu idhnu, mu nervozu, me sjell, sa që nervozohemi, edhe hiq pa u kon, pa pas pun me ta, shkojmë ku aj pizun, du me pa ata ne, që hes me më kalzu mu, me shku me rreja pa që ka dione me ba. A në islam, sharja, goditja është ndalume. Prandaj edhe ulemaja e kanë ndalu boksin. Boksin në islam është ndalu si sport. Çfarë hamam sporti o vllazën me shku me rrej nirin mbi gajre hak, për pa djavën me rrej. Me dal në ring, edhe me këshyr një publik mu pështet, kështu në hajmë, shaj se s'ta ka bo nëna, shaj! Edhe ai me rrej këto, ky me rrej ato, mbi gajre hak, për shka? Edhe në fund masane hajde në sportive, po përshëndetim ai sy që kaq. Qysh, çfar sporti është, subhanallah. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu dikuj mja shaf fytyrë. Zguxon me i thon të fytyrën ta bofsha ta kthefsha. Fytyr qeni, fytyr shejtani, fytyr kështu, fytyra ashtu ne mja bë shamjen. Kjo e ndalume. E lemo me im shumë fytyrë. Dhe prind bëjnë gabim të madh kur i mshen fëmijëve të vetë në fytyrë. Fytyra, ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është fytyra e melaçës që e ki me vetë. Pa dhe mos ja shani një tjetrit fytyrën dhe mos e goditni në fytyrën një tjetër. Mjekësia moderne tregon se çfarë dëmet mëdha ka një goditje në fytyrë të fëmijët, kur shumica e damarëve, kapilarëve të gjakut kalojnë në për fytyrë, e ka mundësi mja humb të pamurit, me bë tronditje të trunit, e sa prej neve nuk e masim goditje. Një fëmijë vogël 5-6 vjet që ti më shën shuplak për hidhrimin tënd momental, është sikur më jam shu një Muhammed Ali, më jam shu boks 2 metra. Çfarë goditje është për atë fëmijë? Jam shën këtu, jam shën fytyrës, jam shën aty, e mas non shpirti nonës, zemra nonës, loçka nonës, e merr e përqafon, fal, ta mshova ai që ka bë fytyra. Kushtashe, edhe për prind vlen kjo. Je bo nervos, fëmijët jenë gjallë, Allah i rujtë e i bëft hajret, a i s'mon sikur ti me najt e me bo gibet, shqyqyr që s'janë sikur ne. A i ka me leviz, ka me lut, ka me shku anej, ka me shku kënej. Dhe ne dim në e herë, veç për shkak shqyqimit të tjerë, pse e këshyr, pse po leviz, fëmija kështu ashtone, mi më shu që me enim vetin të turprum,
apo me komplekse para tjerëve pse është fëmia i gjallë. Jo gjithë fëmijët kanë natyrë të njëjtë. Njëjtë është edhe me të mëdhejt, dikush është më gazmor, dikush është më i mbyllt, dikush është më lëvizës, dikon leje s'mund me nejt 5 minuta me një vend. Ai veç është në lëvizje të vazhdueshme, dikon qites s'mush me qit me ec. Kështu janë edhe fëmijët. Sigur natyra e të mëdhejve. Për fëmiu, vëmendjen s'u përqendron në një çështje të caktuar, sa i lexon edhe televizor s'këshër, ne me zorja me të mësu fëmin me këshu televizor. Unë që tu këshu televizor. Rri që tu mos luj, a i fëmija. Dojmë me prish psikologjin e fëmis, e pastaj edhe përdorim dhunë të madhe ndaj tyne. Prandaj, Ebu Dherri, kur u nervozu, ishte në kam, u ull. Kur u ull, u shtrin. Dhe ata e pritnin tash ky erdhi aprish i sa dhe ky u shtrin. Knene. I thanë çfarë po ndodh me ty ja Abu Dharr, e tregoi këtë hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allah i tha kam dëgjuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kur të nervozohesh je në kam ulu, nëse je ulën s'të kalon hidhrimi, zemrimi, atëherë shtriu. Këto janë për metodave për me ul ti hidhrimin që mos me ardh deri te problemi që nesër me vajtu edhe me bë gjëra të cilat Allah i na ruajt kanë me të bëjë ty që me qenë i pendu. Nëse nuk zemrohesh, nëse e ruan zemrimin. Se shiqoni për shembull Resulullah sallallahu alaihi wasallam është zemru kur dikush ka shkel ligj të Allahut. Ne zemrohemi kur dikush shkel interesin ton. Ç'ka dallimi mes muslimanit të mirë edhe muslimanit si ne? Muslimani i mirë, që e kemi shembulltyrën më të mirë të vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili zemrohet dhe hidhrohet kur dikush shkel ligj të Allahut. Sa prind të ne janë hidhru me fëmijët e tyre pse s'janë çu sot me fal namazin e sabahut. Sa prind. Sa prind sot kur janë çu me pi çajin e mëngjesit, kafën, mëngjesin me hangër, e ka këshyr mrël djalin apo çikën e vet, pse si çu sot me fal namazin e sabahut. Sa fëmijë, sa prind janë. Së di ai gjen në gishtat të një dorës në këtë qytetin tonë, bo, aki nuk i gjen qatë shprind të cilët janë të hidhrum me fëmijën e tyne, pse s'po falin namaz, janë të hidhrum me qikat e tyne, pse nuk po mbulohen, edhe me i thonë qikës nuk dën baba me të fol, nuk dën nona me të fol, për arsye se ti nuk po e respekton ligjin e Allahu Teala. Amo baba si fol, nëse ai se ka ngu llafin që ky ja ka thonë, me dalë dyqan, me shku me kry qëtë pun, me shku me ble qatë send, apo këtë send, apo nona i ka thonë shko bli dreza, shko bli qërshia, shko bli tomën, ky s'ka shku se ka kry, ajo mës mi forë, se s'm ka gu mu djali. Ne për interesat tona hidhrohemi me vlat tonë, vlaznit tonë, me për hatër të Allahit, neve nuk dim mu idhnu me njëni tjetër, për hirë të Allahut Teala. Kur erdhen mu anku një femën, Fatim el-Makhzumije, cila kishte vjedh në kotë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte vendime për me bëj ekzekutimin e dorës saj, se hajnit i prehet dora nëse i ka kushtet e mira dhe ka vjedh sasi më të madhe se sa që është e tolerume, atëherë e bët ekzekutimi sipas normave të Islamit. Atëherë çfarë thamë? Kjo është familjes ndershme, kjo është e familjes aristokrate, këta kanë pozit në shoqërinë tonë Mekase. Shkoni dhe thuni Resulullah sallallahu alaihi wasallam mos me bo ekzekutimin e tij, e saj. Kope qenë e qunë Usame ibn Zeid ibn Harithe. Zeid ibn Harithe ishte djali birsumi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ardhes pejgamberllëkt, se birsimi në Islam, adoptimi është i ndaluar. Zguxon ti me marr dikon me adoptu edhe me i thon ky është fëmiu im, apo me e quajt atë kujdestari si të karujt, me qujt prind, me qujt nana apo bab. Përkundrazi, kur të hynë mbilyg, nuk lejot me dhon dorë, nuk lejot mu vetmu, sikur me një femën të huj, apo nëse ka qenë qik, sikur me një qik të huj, duhet me ndajt me shami dhe zgudzon mu vetmu me ta. Sevapin e mbikëqyrjes e timit e merë, por nuk ka adoptim që ata ty me të qujt prind edhe me trashëgu në trashëgimin tënde. Dhe Zedi ishte i tillë para pejgamberllëkut Muhamedit alayhiselam, po pastaj Islami e ndaloi një gjë të tillë dhe kërkoi që njerëz të emërtohen bazë baballarëve të tyre nëse ju dihen,
por jo që tjetërsohen dhe të quhen tjetër kush kinë se është baba i ti. Dhe thanë, në qkoje Usamja, djali i Zejdit, se i do Resulullah s.a.s. të dytë, e i ka hatrin, e i thot pejgamberit a.s. mos ta bëj këtë ekzekutim. Ne sot për shembull sa intervenime kemi. Tash jemi në vakt provimeve. Tash mos vet 2-3 javë të fundit s'ka mësim në për shkolla, këtë janë intervenime. Shkove ti se e kemi dhondër të hallës tezës, dajës, agjës, sende, aq shko, ne ta kaloje. Shkove thuj se për sukses pivin, shkove boni këto, shko, disa për hatër e disa për hatër e kanë edhe gishtin, dikush ja shtin 20 euro, 50 euro, për hatër bëhen pranime në fakultet, për hatër bëhen punësime, për hatër jepen tenterat, apo për interesat materiale dhe shkelën të drejtat e atyne që e kanë meritu. Resulullah s.a.s. kër e pasi dikush ka me intervenu që mos mu zbatu një normë fetare, tha e tashfau fi haddin min hududillah. O Usame, a ka ardhur me ndërmjetësu në një prej çështjeve të fesë, në një prej dispozitave të fesë. Kështu janë shkatru, tha popujt që kanë jetu para juve, që i kanë zbatu normat ndaj fukarave të tyne, ndaj njerëzve që s'kan pas pozit, ndaj njerëzve që s'kan pas pasuri, dhe sa njerëz që kanë pas pozita shoqëritë tyne, njerëz që kanë pas pasuri, ndaj atyre nuk i kanë zbatu normat fetare, Allah i pastaj i ka shkatru ata popuj. Drejtësia vlen për gjithë. S'ka në kofsh djali deputetit, ti me rrej policën dhe ty mos me të prek kërkush. S'ka në kofsh djali ministrit, djali kryetarit, djali hoxhës, po dhe hoxha vetë në kofsh, ti me shkel ligjin edhe ty zguxon me të prek. Normat janë norma. Një drejtësi është në hajër derisa ajo punon. Një shoqëri është në hajër derisa ajo punon me drejtësi. Sikur që ka thënë Ibn Taymija, Allahu e ndihmon një shoqëri, po qoftë edhe pa besimtare derisa ajo bazohet në drejtësi, dhe Allahu e shkatron një shoqëri, po qoftë edhe muslimanëve derisa ajo bazohet në padrejtësi. Sot të ne patet njofshëm pshtove, s'patet njofshëm vetëm për ty vlen ligjet. Dhe sa për njerëz të cilët kanë pozita për ta nuk vlen ligjet. Andaj tha Resulullah s.a.s. kështu janë shkatru popujt që kanë qenë para juve. Normat janë norma për të gjithë vlen ligjet. I shkel ligjin e jep përgjegjësinë, sidomos kur është në pyetje ligjet e Allahut Taala. Andaj tha dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab wa lakal janna. Hadithi është në Sahihul Jami me numrin dorë 7374 dhe e gjepte Tabaraniu, sikur që ka tregu Ibn Hajar al-Asqalani në Fathul Bari. Nëse nuk zemrohesh, nuk i idhrohesh, ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e ki xhennetin. Të ka përgëzu pejgamberi sa me xhennet. Largo idhrimin. Idhrimi bëhet sikur që thashte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidhrim ka bëu pejgamberi alayhi salatu sallam kur dikush ka shkel ligj të Allahut, me po kur dikush e ka prek Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk është dhënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka një beduin dhe ja kanë gjitë pejgamberit alayhi salatu sallam për jake, për mrap. Ja kanë gjitë dhe e kanë grek kështu, ja Muhammed, beduin. Njerëz çaq kanë pas sjellje. Kanë ndodhë që kanë ardhur, qofshet në derum, qofshet xhamin, s'ka hi ai beduini shkretinës, edhe ja ka gra urinës së vet, edhe po urinon në xhamin të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabët u ngritën dhe thanë, ja Rasulullah, ky po urinon. E xhamia pejgamberit alayhi salatu ka qenë me zall, nuk ka pas tepihe sikur që i kemi ne. Ka qenë e mbulume me hasra, ka qenë e mbulume me gjethe të palmave, hurmave. Tha Resulullah s.a.s. mos e ngusni, lënë një herë, mos e treshtani, ta kryeni një herë punën e vet, nevojën e vet fiziologjike. E kryti beduini nevojën e tij fiziologjike. Muhamedi alayhis salam dy gjëra na mësoi. Në një, çish mos sjell me një bedevi, çish mos sjell me një jahil, çish mos sjell me një njeri ignorant, padish. Ka ardha ka bën një gest, mos u nervozo me njërin e padish. Të jesh i durueshëm me ta. Dhe në dy, na mësoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam se çfarë duhet me bë me personin i cili e bën gjestin e pahishëm. Tha pejgamberi alayhi salatu sallam,
merrni një kofë ujë. Dhe kjo vlen edhe për shtëpiat tona. Nëse ke urinu me një vend, është urinu e vogla apo e madhe, qitet një kovë ujë mbi atë vend dhe kur teret ajo tokë prej ujit që është pastru dhe largohen elementet e nejasetit, flisina nuk shihet aty, atëhere konsiderohet e pastër dhe mundet mu falë namazin mbi atë tokë. Kjo rregull në fik e cila është nxjerr prej asaj ndodhijet e atij beduinit. E ky beduin erdhi dhe kapi pejgamberin alayhis salam për jake dhe e ngrej pejgamberin alayhis salam dhe i tha: "Ja Muhammed, mje pra asaj që Allahu të ka dhënë. Hemi lyp ke pare, hemi lyp ke mënyrë të vrasht." Çfarë bani Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Muhammed alayhis salam kur ja banin këtë mënyrë beduini, këtë sjellje të vrasht, sa që thot sahabia e pash qafa ju skuqë Resulullah s.a.s. për ngrehmes se fuqishme të vrasht që ja bani ky beduini, u kthy buzëqeshur dhe i tha: "Urna, çfarë kërkesa jote?" Tha: "Mje pra asaj që të ka dhënë Allahu ty, mje." Tha pejgamberi sam: "Jepnja sa po dën ky vëlla." Dhe ka ditë sot apo për inati. Ne me bo marr dikush me na sjell, me na thonë llafet tilla, se sicili vendi ka sjelljet e vete. Për shembull, dikush me të thirrë në emën, mos me të thirrë në titull, me një vend, për shembull, ka mundësi me qenë si në çmim, me ardh njëri me emën me të thirrë: oj fan." Me ardh me të thirrë me titullin që i ke, Prizreni ka respektin e vet. Hoxha Efendi ose i nderuar ose kështu ose ashtu, o doktor, o profesor ose edhe, me emën me të thirrë, e tregon kulturën e vet. Mirë, po ti nuk ke nevojë mu nervozu tash, ti po më thirrë me emën edhe ka dalë unë ty nuk du me të këqyrë në ftyrë. Shiqoh pak si e kanadetin ata. Bëva ki qashtu e kanadet ata ne. E sheh njëre, në e herë 20 vjet i ka, ty të thirrë me emën, thuj se i rrit me tëne, i ke rujt dhënë bashkë me tëne. Hera pare e shehti ata, edhe i mënohet me ty mukane ta qetë dorën e keshë, lunë, sende. Është çudime njerëz tonë, subhanallah, nëse një herë e sheh hoxhën apo dikënd edhe don më bë me tëne shoqëri, edhe miqësi. Ti mund është me njëh dikënd, po nuk është gjithmonë që mundet dikush të shoqërohet me të gjithë, apo ti mbajnë mend që të gjithë. Dhe në herë e sheh njerëzit hidhrohen pse se u ke majtë në mend emrin. A be dikush jam? Jo valla, qysh bes po mdim. Pa dy bë më kur me taku për filan vendin. Ti të dal për xhami si e ta atkova aty në 11 jem kanune kur më ka dhënë dorën. Në cili vend para 12 vjetë e taku ti, edhe i metën hatri. Ose për shembull vjen edhe të thot, apo më jo, qysh bes po më po ti duhet më një, pa ditë që baba jot, baba jam stërgjysh na janë rrit me një xhak janë kanë atë. Aty kur se ke pat. Ti prezanto, trego, mos i thuaj njërit me një herë qysh po më, ani e ke rrit mendën ti, hajt, se e ke bot madhet. Andaj nuk ka leju me kur troket në derë, të shpiz, dikuj, kur thot ai kush jam, me thon une, thuj filoni jam. Që po di unë kush je une. Kjo në sunnet pejgamberit sa nuk ka fjalë jemja. Thirr njërin telefon nuk prezantohet. Selam aleikum, aleikum selam. Çaj ki punë, çysh jeni apo lodhosh se ana kush je ti, çysh më kush jam une? Ti prezantohu, selam aleikum, filoni jam, edhe masane nisë muhabeti, mos e qit pozit keq. Se janë njerëzit gjithmonë janë në gjendje shpirtërore sikur ti në momentin kur e ke thirr. Ti mos më qen këtu i disponu me ke thirr në telefon dikon për ai mund me qen jo i disponu. Ti ato mos më gjet në spitale, ka në operim, shoqën e ka operim, fëmin apo ka është vetu operuar, çka di unë në çfarë gjendje të keqe dhe të rënd është, ata është ti me lyp të njëjtin nivel të disponimit të pala e dytë. Pra Resulullah s.a.s. për vete nuk nervozohej, me po kur erdhen dhe intervenun që hajneshës mos mi u zbatu dispozita fetare, u nervozu. Tha që është puna e disave që kështu reagojnë apo kërkojnë që mos zbatohet një dispozit fetar. Sot po them, shumica prej neve hidhrohemi kur dikush shkel interesat tona të dynjas, ndërsa fare nuk mërzitemi kur dikush shkel në dispozitat e Allahu Teala. Nëse ti e përmban veten hidhrim, thot Resulullah s.a.s. në hadith tjetër që e gjem të Tabaraniu dhe është Sahihul Gjami me numër ndor 176, tha Resulullah s.a.s. nëse ke mundësi me zbatu hidhrimin tënde, ki fuqin,
Mosh me rrej me bo pestela tone, e ki ligjin dorë, e ki gjdo mundësi që ti mi hakmar personet në fjalë, me po ti e len këtë, e zapton hidhrimin tënd, edhe pse ke pas mundësi me zbatu, Allahu ka me ta muj zemrën tonë dhe thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me knatësi në ditë kiametit. Hadithin tjetër që është po ashtu në Sahihul Xhami me numër ndo 65-18, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i gjem te Ebu Davudi, tha pejgamberi alayhis salam, ai i cili e frenon veten në zemrimin që e ka pas dhe këtë bën për hir të Allahut Taala, nuk e zbaton hidhrimin ndaj dikujt, Allahu e thret, da'ahu Allahu azza wa jall ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah. Allahu e thirr para kret njerëzve në ditë kiametit. Subhanallah. Para kret krijesave, khalaiq, jo vetëm njerëz, gjin, melaçe, çka kanë ditë gjykimit. Allah e thirr ty që ke përmbajt veten dhe për hatër të Allahit s'ke dash dikuj mja kthy me të keq, po ke thon hajt se për hatër të Allahit pja fali. Allah e thirr me emën dhe mbi emën, filani biri filanit, hec këtu para kret krijesave. Edhe thot Allahu Taala, hatta yukhayyirahu min al-hur al-ayn ma sha. Atëherë Allahu Taala i thot hec, hajde merr çka dush për hyrive që të në. Merr. Për arsye se ti je burr, plot kuptimin e fjalës ke pas burrnillëk. Burrnillëk nuk është dikush më kanë i fortë ndaj dikujt, me kallzu forcën dhe fuqinë ndaj dikujt. Po ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, burrnillëk është që njëri me mujt hidhrimin e vet. I sulmu për shejtanit, të ka rrok hidhrimi, ti me zaptu, me nal veten, me frenu veten, që ky është pelivan, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu Taala ka thënë në ditë kiametit, hec edhe merr çka dën prej hyrive të xhenetit. Pastaj tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab, hadithin transmeton Buhariu, Muslimi dhe Imam Ahmedi në Musnedin e tij, i fuqishëm, i fortë është ai i cili e ndal veten kur është i hidhrum. Që atëherë vllazën është mas randi njëri me frenu veten. E hidhrum. Ke mundësi me rreh fëmin, ke mundësi me rreh gruan, ke mundësi me u hakmar punëtorit, me e qit punëtorin, me i bë këtë apo atë zullum, është në dorë tënde, dhe ti po e frenon veten dhe po e bën për hir të Allahut, Allah i ka me të shpërbly, inshallah. Jo po ju tregoj një shembull të Sheikh Albanit rahmetullahi alayh. I ka pru disa punëtor në shtëpit vet. Edhe punëtorët po punojnë nalt. Sheikhi jo dal në borë, ata po punojnë nalt në kulm. O dal sheikhi edhe po punon si zakonisht ka qenë gjithmonë vëmendja për qëndrimi i tij, angazhimi i tij me libra. Dhe Sheikh Albani të najt me librat, të punu, i rrshet njënit për punëtorëve, i rrshet një hekër i madh. Edhe drejt e te koka e Sheikh Albanit. Me po donë Allahu Taala i rëzohet kalemi i Sheikhit në atë moment. Ngritet prej karrikës me e marë lapsin e vetë, dhe i hekër i madh drejt e në vendin ku ka një ulim Sheikh Albani. Dhe subhanallah, kur e sheh e dëgjon zhurmë të madhe në vend, në qatë vend, ku ka qenë? Në qatë vend ka ndodhë goditja e ramjes e atij objektit. Dhe i punëtori prej frikës se i goditi, se prej naltit e pa që drejt po shkon për mita. Edhe u largu. Pastaj po e nin zonën e Sheikh Albani dhe po pyet Sheikh Albani cili e bani këtë punë. Hes këtu. Dhe po zbret ai, po vjen poshtë. Dhe po e pyet Sheikhi, a je ti çaj që të ra prej durë, po bë Sheikh më rshiti prej durës sende, i thot hajt shko shpisot. Hajt. Edhe ja jep 200 dinar. 200 dinar, sot bëjnë dikur rreth 200 euro, dhe sa me marka kur ka qenë, bëjshin dikur rreth 400-500 mark gati. 500 mark bëjshin, 5-4-20. Dhe është një rrogë mujore gati, në Jordan. Ja jep, sot shkon shpi, pusho, se i stresovatëm, nesër vjen, që sadak i ki që kom pështu, ku i pja e sadakën vlazën, që ati që i ke të e mytë, që ku i ki 200 dinar. Se është mirë, në smuje, në fatkeqësi,
ke pështu për një të keqes me dhonë sadak. Po jep sadak, po për jep personit I cili ke të ja bot keq. Ne ja e bëjmë atë punë. Ne o qërbe, o sakat, o gjytërymbe, po kuj kibe sytbe, po budalli e tja, po kush hamam të ka marrë të ka prun ty me punu këtu. Jo ato, po kretë ekipën e qesim se këtë të mytë mu. E po, këtë të legon sjelljen e një djetarit, e një muslimanit të devotshëm I cili din mu sjell momentin e duhur, përveç që nuk I thot as një sent, e falenderon Allahun që Zoti e shpëtoi prej vdekjes sigurt, po plus sadakania I jepte atij I cili këtë u bë sebeb për përfundimin e këtij. Allah na shtoft sabrin ja Rabbi, e na baft me marr mësim, sikur që I kemi sjelljet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur don vëlla më nervozu, kujtoj këto sjellje të sahabëve, kujtoj këto sjellje të vetë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, se si u sjell me një bedevi, se si u sjell me shërptorin e vet. Tregon shërptori I Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik thot, kur s'm ka bëu vaki një herë me një Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ma thon një llaf edhe pse nuk I pëlqente najsant. Edhe kur si pëlqente, nuk më thoshte pejgamberi alayhis salam kështu ose ashtu. As grave të veta, as punëtorëve të vet, kur se kishin pa që ai të ngriste zërin dhe tregonte në atë fon pa knatësinë ndaj sjelljeve të tyre. Po ashtu, nëse dikush të përkujton nale vetën, nëse dikush hyn me të nda nale vetën, shembull ka rrok nervoza, po do më rrej dikon, do më parla, do më myt, do më dikon dhe ka një dikush po të ndan. Mas pari është shumë gabimi atyne që hyn mi nda. Evrejun e të ne, shkojnë ja kapin njërin, kështon e ja lidhin dy dur të e hek. Kjo gabimi madh vllazën. Se ka mundësi pala e kundat mja thuj dhëmt këti. Me sulmu keq. Kjo nuk ka ndamje. Kur dën mi nda, dy du të me hin mes të dy të mi nda. Jo njëri më janë gjitë mja lidh dur të ai dyti tamam me pas përpara për me I gra. Për sa kom një, për shembull, unë kur se hina mi nda janë gjitha këti dy durt, ja bona me sym, shej që tash, edhe këto shejtan lëke jenë, shejtanit. Kur të hyn, mi nda s'ka ndamje të këtij. Hyn mes, I ndan, por jo me ja kap dikuj, me ja lidh durt. Apo mundesh me tërhek, por jo për me bloku këto që me mbrojt veten e tij. Nëse dikush të hyn edhe të përkujton Allahun, të thotë thuaj edhe billahi minash shaitanir rajim, sikur që përmendëm në hadith. Thuaj. Te arabët është një adet për shembull kur hyn me të pajtu, me të zgjidh problemin, thënë salli ala nabi. Ço salavatin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk ka për sunetit. Mi thonë njëri salavate që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jo, thuaj a'udhu billahi minash shaitan. Kërko strehim prej Allahut nga shejtani I mallkum. Në çet formë me ftof shejtanit tant. Dhe përkujtoja njërit, mo se shejtani është të mashtru, kërko strehim të Allahu për shejtanit mallkum, le këtë nervozizëm për hir të Allahut, dije se nëse e le për hir të Allahut, Allahu ty ka me ta gëzu zemrën në ditë kiametit. Le përkujtoja këto sende që po I flasim neve sot këtu në këtë ditë bekume, në vend bekum, përkujtoja shpërblimet se ti nëse e le një sen për hir të Allahut, Allahu ty ka me të shpërbly. Kështu I ndodhe një herë Omerit radiallahu anhu, e erdh njani, edhe I hyni Omer ibn al-Khattabi që ishte khalife I muslimanëve, edhe I tha, se mi knaqëm me ty. Pse si I knaqëm? Tha, si jetu dhonë shumë. Edhe e dyta tha, ti që si e shumë I drejtë, si jetu nda me drejtësi. Të gjithë dhe dinin drejtësin, me po, është interesant, kur nuk ke mundësi, vlazë, kur s'ki mundësi me arrit knatësin e njerëzve. Mundohu sa dën njerëzit gjithmonë kanë me gjetë një bahane, një tmet të ti. Dhe gjithmonë ka mu gjinë dikush që ka me folë kundër teje. Qoftë për shkak hasetit që e ka ndaj teje, qoftë për shkak gjehlit, ignorancës që e ka. Dikush a gjithë me të bo bajat. I këshirë ti për shamu komentet në për internet, në për sende. O pa dalë, dhe një kastravec, me full, laf, me pa dikont e boni një hajrat, ky ka me thonë, e ka bo për mi thonë që pa jep ky. Komenti, pse e ka dhonë, ajti, ka ky na interes këtëne. Ky gjithë ka me gjetë një bahone. Ban që këtë dënë, ky pa gjetë një laf, për me kritiku, nuk e lenë. Dhe kështu patë edhe në këtë Hazreti Omerit radiallahu, dhe u nervozu shumë Hazreti Omeri. Se lypi për e ti konkretizoma, ku si jam të nda me drejtësi. Dhe unë ngrit në kom,
Hazreti Omeri kur është ngrit në kam vllazën. Hazreti Omeri kur është ngrit kam, sahabët tregojnë ta merr kemendja që është i hypën për Mikali, për mideve. Qa që madh që ka qenë njëri. Sa që i ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Omerit radiallahu anhu, mos shko me e pudh gurin e zin, qabe Omer, se po i bën rahatësës njerëzit, se shumë i madh, kur po shkon ky kap, po i afrohet. Atëherë pi thënë, mo Omer, ti rreq aty, ona, se para mëno kur që Omeri atane, nit më shumë, më pas më shumë, u kry puna e ati, i cili ofendoj në atë formë Omerin radiallahu anhu. Mirë po ishte një tjetër prezent në pranit Omerit radiallahu anhu, dhe kur e pa El-Hurr ibn Qais, i tha Omerit radiallahu anhu, ai ishte vazhdimisht nga Omerit. Subhanallah, khalifet e muslimanëve gjithmonë kanë pas njerëz këshilltar që i kanë marrë nga të vetit. Dhe është quajtur ky, për shembull, ky është quajtur El-Hurr ibn Qais min Julasa'i Umar. Të njerëzve të cilët i kanë nejtë me gjlis Omerit. Ne sot po e quajmë gjuhën asfaltuar këshilltar. Dhe këta e kanë përkujtuar Allahun. Me këta ka bëu muhabet dinit. Në i mesele, s'ka dash mi marrë vendimet vetë, po i ka pas këshilltart. Afër vetit e një për tyne ka qenë ky. I tha ja mirë el-mu'minin, Allahu i ka thonë dërgumit të vetë, khudhil afwa, wa amur bil urf, wa a'rid anil jahilin. Fale dhe urdhro vepra të mira dhe largohu prej gjahilave, ignorantave, tha peshe që kjo është ignorant. Omeri e ka pas, radiallahu anhu, e ka pas një cilësi, kur dikush e ka tërhek vretjen me ajet Kur'anit, me Kur'an onal, me njëherë onal. Nësot me bëme të thonë, Allah i ka thoth, Allah i qafët ta thep shile, goje, ty zës du me të njune, me njerë. Ka thoth pejgamberi salam, marë ty pejgamberin, lema që tash mos më nervozose, pa e mytë, se lojnë, këta, ato. Dhe sa Omeri, radiallahu, kur i ka thonë dikush, tha Allah, me njerë onal, një hemengu, qka do me më përkujtu mu? Se njëri në momentet e hidhrimit ka mundësi mos mi u kujtu, i tha, Allah i ka thonë pejgamberit alayhi salam, kthe shpinën prej ignorantëve. Mos i këshyri ignorantat gjahilat që ka të folin, atëhere u stabilizu, subhanallah, u stabilizu Omeri dhe e la personin që dilte pa u ju hakmar ati dhe pa përfundojmë inshallah. Dhe mendo veti, ka thonë djetartë, momentit kur ti nervozohesh, veç këshyre një, me bo me marë vetin, je me ta qitë pas shyren e tyne, me pa vetin që shbash. Lezova në internet, thët, një kopsh zoologjik në Gjermani kish një dhomë speciale, atyne plët hajvanate ka, qëfshit ndërum, po shkon po këqyr deve, po shkon luan, tiger, lop, kali, magar, këtë për këqyr. Në fund një dhomë po e shkruun hajvani ma special. Edhe kur po hin njerës atyne veç një pasqyret ma dhe njëri peshe vetën atyne. Dhe mek mos i nëqmo këta qertë se si e heq ma i mirë se këta. Edhe ti vlo, kur të nervozohësh, njëherë këqyre vetën pasqyre njerë që shtu ka bo ftyra. Ha, këqyre njerë vetën. Që thëshin do të na kur e shishin njëri që është njerës, që mi thëshin tu ka bo ftyra si kupatil me vlog tu ka bo. Që është të si une që po njerësit në bastane. Njëjtën njërë, këshire vetën kanë thonë djetarë, që me të artë marra prej vetës. Apo të ka hi e ty më nërvëzun qatë formë, apo të ka hi e ty në qësi sjellje me bo me fëmin tënë, me grun tënde, me familjen tënde. Edhe kjo ndihmon shumë në përmirësimin tënd dhe dua, lutju Allahu Teala me ta largu zemrimin. Allahu të pështetju dhe lutë Allahu Teala. Resulullah sallallahu alaihi wasallam bënte dua dhe thoshte: o Zot, Omeri është i vështirë, zbute atë. Bënte dua dhe ti bën dua për një vëlla tëndin, bën dua për veten tënde, bën dua për familjarët tu, se duaja është silahul mu'min, është armë e besimtarit. Edhe ka mundësi me të ndryshu gjendjen në cilën je ti. Allahu inshallah na bëf që mos të hidhrohemi për veten tonë. Allah na bëf për atyne që hidhrohen për dinin e Allahut azza wa jall. Allahu Teala na bëf të butë me njëri tjetër. Allah na bëf të butë me prind tonë. Allah na bëf të butë me vëllezër dhe motra tonë. Allah na bëf të butë me xhallar tonë.
Allahu na bëft but me prejtar ton, Allahu na bëft but ndërmjet vete me xhamatin ton, Allahu na bëft but me shoqërinë ton dhe na bëft shembull të butësisë për rrethin ton dhe musliman dhe musliman. Allah i zbut zemrat tona, ja Rabbi, Allah i gëzot zemrat tona, Allah i na pastov për gjunave mëkateve, në këtë ditë bekume në nxjerr për këtij vedi bekum të pastër për mëkateve, dhe Allahu Teala na të boft inshallah bashkë me pejgambert e Allahut në xhenetet e tij të bukura. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.